Është 12 qershor 1999. Pas muajsh në errësirë, tanket që shfaqen në horizont nuk janë më kërcënim për shqiptarët e Kosovës. Kësaj radhe janë shpëtim. Qytetet që kishin mbetur të zbrazta nga terrori filluan të marrin frymë sërish. Rrugëve të Kosovës u rikthye zëri i fëmijëve që qeshin dhe i të rriturve që thrasin me gjithë shpirt NATO. Ky ishte momenti kur pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s kundër forcave serbo-malazeze, erdhën trupat e saj në një mision paqëruajtës që e mori emrin KFOR. E ai i cili dha urdhrin për bombardimet e NATO-s mbi pushtuesin, presidenti i atëhershëm amerikan Bill Clinton, kësaj radhe dha lajmin e mirë se lufta në Kosovë kishte përfunduar. But it sits on a major fault line. Sonte për herë të parë në 78 ditë, qejt mbi Jugosllavi janë të heshtur. Ushtria dhe policia serbe po tërhiqen nga Kosova. 1 milion burra, gra dhe fëmijë të dëbuar nga toka e tyre po përgatiten të kthehen në shtëpi. Dhuna të cilës ju përgjegjëm në Kosovë ishte kulmi një fushate 10-vjeçare të Slobodan Miloševićit për ta imponuar vullnetin e tij në tokat e ish Jugosllavisë. Bota pa pasojat e tmerrshme. Political challenges. Ushtarët e KFOR-it që kishin ardhur u mirëpritën nga shqiptarët, të cilët pavarësisht se ishin shkatruar nga lufta, si emocionalisht, ashtu edhe ekonomikisht, u treguan shumë falëndërues dhe zemërgjerë me ta. Gjetëm lule kur erdhëm këtu. Ata na japin ujë, ushqim e çka do që na nevojitet. Trupat e NATO-s filluan bombardimet në Kosovë me 24 mars, me qëllimin për të ndalur gjenocidin që po bënin forcat serbe e malazeze. Këto sulme ajrore vazhduan deri me 9 qershor, kur u arrit marrëveshja e Kumanovës, e cila njihet edhe si kapitullimi i presidentit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Në luftën e Kosovës u vranë më shumë se 10.000 shqiptar, u përdhunuan rreth 20.000 vajza e gra, derisa mbi 1 milion u detyruan ta braktisin vendin. Janë shënuar plot 27 vjet që kur trupat paqëruese të NATO-s hynë në Kosovë pas bombardimeve kundër qarqeve serbe. Pikërisht në këtë përvjetor u bën homazhe në Prekaz. Nga atje u ndërrua kontributi i të gjithëve për çlirimin e vendit. Të pranishme në kompleksin memorial ishin edhe krerët e shtetit në detyrë. Ushtruesja e detyrës së presidencës, Albulena Haxhiu, tha se 12 qershor nuk ka pa marsin e vitit 1998. Ata nuk mbrojtën vetëm pragun e shtëpisë, ata mbrojtën tokën e të parëve tanë, që ishte, është dhe do tjetë për herë e shqiptarëve. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti, Prekazin e quajti kryeqytet të kryengritjes bashkëkohore të popullit shqiptar. Beteja epike e jasharëve, e Basës Shaban, me dy djemtë e tij Hamzën e Ademin, me gratë e tyre Zahidën e Zarifën, Feridën e Adilën, dhe me të gjithë të tjerët të cilët nuk u nënshtruan për asnjë moment, është sot në thelb të historisë së popullit ton dhe atë jo vetëm si Kosovë e si Republikë Demokratike, por njëkohësisht edhe si kombë shqiptar në kuptimin e shqiptarëve kudo që ata janë. Pas Prekazit Haxhiu e Kurti, homazhet i vazhduan në kryeqytet, si fillim pranvarit të presidentit historik Ibrahim Rugova, më pas tek ai i veprimtarit Adem Demaçi, e pranë monumentit të heroit të kombit Zahir Pajaziti. Nga aty u tha se trashëgimiet që kanë lënë dëshmorët duhet të shërbejë si bazë për forcimin e institucioneve dhe zhvillimin e vendit. Në ditën kur vendi po shënonte përvjetorin e çlirimit, në Skenderaj ju dha lamdomira e fundit njëri nga themeluesit kryesor të ushtrisë çlirimtare.
burra e gra nga mbar vendi u mblodhën në një mbledhje komemorative për nder të Sahit Jasharit, ish komandant i policisë ushtarake në Drenicë. Të pranishmëve ju drejtua edhe vajza e tashme të ndjerit, Vlora Jashari. Babi ishte njëri prej atyre burrave që jetën ja kushtoi atdheut, lirisë dhe dignitetit e popullit shqiptar. Nga vitet e para të rezistencës, nga të shtënat e para të lirisë në vitit 1991 e deri në ditët më të vështira të përpjekjes sonë kombëtare, ai qëndroi pa lëkundur në rrugën që kishte zgjedhur. Ndonë se gjatë luftës a ishte ndër figurat kyçe të UÇK-s, pas luftës, Sahit Jashari nuk pranoi të merrte asnjë post politik, e gjithë kjo me një qëllim. Baboi ynë nuk kërkoi privilegje. Ai deshi vetëm ta shihte vendin e tij të lirë, popullin e tij të dinjitetshëm dhe brezat që vinë të jetojmë pa frikë. Tërë jetën ja kushtoi këtij ideali. E gjithë ceremonia u bën në përkujdesjen e komunës së Skenderajt, ku këtu foli edhe nënkryetari i komunës, Fadel Nura. Jeta e Sahitit ishte e lidhur ngushtë me përpjekjet për lirinë në kohën kur atdheju ynë po kalonte sprova të rënda. Ishte koha kur çdo veprim për çështjen kombëtare barte rrezik, kur shumë veprimtarë jetonin mes sakrificës, përpjekjes dhe pasigurisë. E këtu disa fjali tha edhe Gazmend Syla në emër të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Vëlla Sahit, i pas kjo dashtë herojt, ma shumë se këtë botë e ma shumë se neve. Pas ka mërmolli për prindrit e bashkëluftarët, e sot pas ka vendos me festu ditën e shqirimit me ta. Sahit Jashari ndërroi jetë në moshën 61 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Por 27 vite trupat e tyre kanë qenë në lëvizje në të gjithë zonat. E më së shumti viteve të fundit, ushtarët e KFOR-it janë parë në komunat veriore të Kosovës. Madje pas sulmit në banjës të Zveçanit, ushtuan edhe 1000 trupa. Por 3 vite më vonë, aleanca më e fuqishme në botë NATO po kërkon që të zvogëlohet ky numër. Kjo për shkak që situata e sigurisë sipas tyre është e qëndrueshme. Gjendja e sigurisë në Kosovë ka vazhduar të përmirësohet gjatë viteve të fundit. Si rrjedhoi, në janar NATO ndërpreu dislokimin e forcave rezervë në forcën e Kosovës, pas më shumë se 2 vitesh rotacioni të vazhdueshëm. Duke qenë se situata e sigurisë në Kosovë mbetet përgjithsisht e qëndrueshme, NATO do të optimizojë praninë e KFOR-it në Kosovë dhe do të përshtasë gradualisht numrin aktual të trupave gjatë vitit të ardhshëm. Sipas Aleancës Veriatlantike, kjo do të bëhet në bashkëpunim me institucionet vendore. Prania e KFOR-it mund të përshtatet në përputhje me rrethanat, duke ruajtur në mënyrë efektive një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Në përputhje me mandatin e tij afatgjat të OKB-s, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 dhe në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës, misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, në rolet e tyre përkatëse si përgjegjës të sigurisë. Madje sipas komunikatës generali i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara, Aleksus Grynkewicz, ka konfirmuar përkushtimin e NATO-s ndaj sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Është pikërisht ky angazhim që ka shuar në rritjen e stabilitetit, ndërsa institucionet dhe organizatat e sigurisë në Kosovë janë bërë më të afta, kushtet aktuale ofrojnë një mundësi për të optimizuar më tej madhësinë dhe praninë e KFOR-it. Generali Grynkewicz ritheksoi gjithashtu angazhimin e NATO-s ndaj Ballkanit Perëndimor, duke e cilësuar rajonin si strategjik për aleancën dhe duke nënvizuar se nuk do të lejohet krijimi i ndonjë vakumi sigurie. Pas ditë pas zgjedhjeve janë numëruar rreth 90% e kutive të votimit. E tashmë pothuajse përfundimisht dihen emrat e kandidatëve për deputet të partive politike që do të jenë në kuvend. Nga vetëvendosja numri i përfaqësimit ka shkuar në 49 pas numërimit të një pjese të diasporës.
Si deputet të rinj brenda legjislativit me vetëvendosjen, janë konfirmuar Valon Peci, Jeton Raka e Valon Hoti. Ndërsa përfundimisht duket se jashtë do të mbesin Fjolla Ujkani, Fitim Hazirin e Vigan Qorolli. Përfaqësim për gjysmë më pak se partia në pushtet në kuvend do të ketë Partia Demokratike e Kosovës. Deputetët e PDK-s do të zënë gjithsej 24 ulse në legjislaturën e re. Si shkak i kuotës gjinore jashtë kuvendit do të mbesin Gjavit Haliti e Adriatik Berisha. Vendet e tyre do t'i zënë Eliza Hoxha, Ariana Musliu Shoshi e Kosovari Murseli. E me 19 deputet në kuvend do të përfaqësohet Lidhja Demokratike e Kosovës. Në LDK të gjitha gratë e siguruan ulsën në kuvend pa pasur nevojë për kuotën gjinore. Albina Reshitaj e Jeta Statovsi janë dy nga ato që e përmbyllin këtë listë. Jashtë ka mbetur ish-deputetja Adelina Thaçi Meta, e kuota ka luajtur rol edhe në aleancë. Nga kjo parti që në kuvend do të kenë 8 ulse, përmes kuotës në kuvend do të hyjnë Time Kadriaj, Albana Bytyqi e Teuta Haxhiu. Votat e mjaftueshme i kanë siguruar edhe Ardian Gjini, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Besnik Tahiri e Bek Berisha. Megjithatë, Ardian Gjini si kryetari i Gjakovës pritet ta lirojë vendin në kuvend. Mandatin ka njoftuar se do ta dorëzojë edhe Daud Haradinaj. Prandaj, sipas numërimit të tanishëm të votave, ata pritet të zëvendësohen nga Burim Ramadani dhe Agim Çeku. Nga partitë e mëdha shqiptare, vetëm në 2 nga ato gratë siguruan ulse përmes kuotës, në PDK dhe AAK. Disa nga kandidatët gra janë në mesin e njerëzve më të votuar në Kosovë. Në lëvizjen vetëvendosje, Albulina Haxhiu deri më tani ka siguruar mbi 110.000 vota. Numër të lartë të votave kanë siguruar edhe Dunika Kërvalla e Mimoza Kusari Lila, mbi 89.000 njëra e mbi 58.000 tjetra. Në PDK, gratë më të votuara janë Vlora Qitaku me mbi 37.000 vota dhe Sala Jashari me mbi 36.000 vota. E në LDK, bartësja listës Vjosa Osmani ka marrë 78.000 vota, e pasaj rënditet Duar Sakica Xhelili me afër 56.000 vota dhe Hikmete Bajrami me mbi 44.000. Ditën e filloi me ndezjen e furrës së tij prej qeramike. Për Ivan Shostak, kjo punisht është bërë motivi i tij për të vazhduar jetën, pasi humbi shikimin në fushën e betejës në Ukrainë. Edhe pse para luftës ai nuk kishte lidhje me artin, tani 37 vjeçari i udhëhequr nga imagjinata e tij zgjedh vetë dhe ngjyrat për pjatat, gotat e filxhanët që punon. U lëndova, pas kësaj po i nështrosha rehabilitimit. Më ofruan ta vizitoja një punishte qeramike, shkova dhe provova dhe më pëlqeu. Pas kësaj, u shndrua në një profesion aktiv. E zanatin të cilin ai mësoi gjatë kohës sa ishte në rehabilitim, Shostak ka vendosur t'u mësoj edhe ushtarëve të tjerë që mbetën të verbër si pasojë e luftës. Kur punoj me argjil ndjehemi qetë dhe e shijoj. Ai është i verbër e për ne të verbërit është më e kapshme kur mësojmë nga një person i tillë. Shostaku bë instruktor pas projektit të parë qeramik në Ercir të mbështetur nga Suedia dhe programi i zhvillimit i OKB-s në Vinicia në Ukrainën qendrore. Ai ka edhe 3 të tjerë në ekipin e tij që ndihmojnë të shes qeramikën. Çdo produkt mban emblemën e forcave në të cilat ai shërbeu, një kupol, krah dhe një shpatë me moton askush përveç nesh.